Dje zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin 31 vjeçar nga Tetova. Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij dhe në ambientet ndihmëse e kryer në periudhën prej orës 20 deri në orën 20:55 minuta me urdhër gjyqësor është gjetur dhe konfiskuar një substancë e bardhë pluhur. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 15:20 në bulevardin Goce Delçev në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë arrestuar një 39 vjeçar nga fshati Çajl e Gostivarit, sepse ka prishur rendin dhe qetësinë publike. Gjatë kontrolleve të kryera është konstatuar se ai ishte në ndikimin e alkoolit, përkatësisht janë matur 2.28 promil alkool në gjak. Pas mesnate në orën 12:30 në rrugën rajonale në fshatin Çegran të Gostivarit, zyrtar policor kanë arrestuar një 42 vjeçar nga fshati Çegran. Gjatë një kontrolli rrugor, zyrtar policor ka ndaluar një automjet udhëtarësh BMW, të cilin ai po e drejtonte, me çrast është sjellë në mënyrë agresive dhe ka ofenduar zyrtarët policor që po kryenin detyrën zyrtare. Ai është shoqëruar dhe ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 22:25 në stacionin policor të Arc, një 53 vjeçar nga fshati Neproshten ka denoncuar se derisa ka qenë i ulur në oborin e shtëpisë së tij në fshat, ka dëgjuar disa të shtëna nga armë zjarri, pas së cilës ka vërejtur 2 projektil që kishin përfunduar në gardhin e oborit të shtëpisë së tij. Persona të lënduar nuk ka, është kryer kçyrja në vendngjarje dhe po punohet për zbardhjen e rastit. Sot në mëngjes në ora 3:10 zyrtar policor nga stacioni policor Grup Qin kanë privuar nga liria një 45 vjeçar nga një fshat i Tetovës, duke vepruar sipas denoncimit të mëparshëm se në shtëpinë familjare në orën 1 pas mesnate, pas një mosmarrëveshje të shkurtër, ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij, 42 vjeçare dhe djalin e tij, 21 vjeçar, me çrast ka përdorur një mjet të mprehtë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet para shtresë përkatëse.